Në një dekadë të vetme, Shqipëria ka kaluar nga një popullsi e re dhe e gjallë në një shoqëri me moshë mesatare relativisht të lartë, duke shënuar ritmin më të shpejtë të plakjes në Europë. Nga viti 2015 deri në 2025, mosha mediane e shqiptarëve u rrit me 9,6 vite, ndërkohë që mesatarja Bashkimit Evropian gjatë të njëjtës periudhë ishte vetëm 2,1 vite. Të dhënat e Eurostat tregojnë se në vitin 2025, mosha mediane në Shqipëri është 44,3 vjeç, krahasuar me vitin 2015, ku mosha ishte 34,7 vjeç. Kjo do të thotë se gjysma e popullsisë tani është mbi 44 vjeç, ndërsa vetëm 10 vite më parë, gjysma e shqiptarëve ishte nën 35 vjeç. Në krahasim me vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor, Shqipëria duket tashmë më e plakur. Mosha mesatare në Maqedoninë e Veriut është 42,1 vjeç, ndërsa në Maltëzi 40,4 vjeç. Ky ritëm i shpejt i plakjes e bën vendin ton më të vjetër se fqinjët e tij, duke ndryshuar rrënjësisht profilin demografik që e karakterizonte Shqipërinë për dekada, një vend me popullsi të re dhe energjike. Ky proces nuk është thjesht statistikor, ai ka pasoja reale për ekonominë dhe shoqërinë. Një popullsi më e plakur do të thotë më pak krah pune aktiv, më pak inovacion dhe presion më të madh mbi sistemin e pensioneve dhe shëndetësisë. Nëse nuk frenohen largimet e të rinjve jashtë vendit dhe nuk krijohen politika që nxisin familjet e reja, Shqipëria mund të hyjë në një cikël ku pleqëria do të bëhet norma. Ndërsa Shqipëria u plak 5 herë më shpejt se Europa mesatare në 10 vite, vendet e Bashkimit Evropian ka patur ndryshime më të moderuara. Vetëm disa vende si Malta dhe Gjermania shënuan një rënje të vogël të moshës mesatare, ndërsa në pjesën tjetër të kontinentit, mosha e popullsisë u rrit gradualisht. Përqindja e njerëzve në moshë pune po zvogëlohet, ndërsa numri i pensionistëve vijon të rritet, duke krijuar sfida të mëdha për ekonomi dhe shërbime publike. Shqipëria po përjeton një transformim historik. Ajo që Europa e bëri në dekada, vendi ynë e përjetoi brenda një dekade. Erdhmja demografike kërkon politika të guximshme dhe masa urgjente për të mbajtur gjallë energjinë dhe potencialin e popullsisë shqiptare.